Edi Rama ka mbushur jo kupen, por çdo gjë. Meriton çdo dëshkim. Meriton çdo dëshkim me këto që i ka bërë kombit. Tani, pasi është kapur vjedhës i dhjetra milionave, përpiqet me çdo kusht të mbrojë vjedhën e tij, vjedhën e ministrave të tij. Është koha jonë, është koha e guximtarëve, është koha e njerëzve me ideale, është koha e njerëzve që e duan Shqipërinë. Ndaj dhe ju ftoj të përgatitemi, të nisim protestat e fuqishme, protestat me të cilat ne do ju rikthejmë shqiptarëve të ardhmen Shqipërinë deri në dignitetin që meritojnë. Nderim për jetë Azem Hajdarit, tribunit lirisë, nderim studentëve liberator, rrofshiu, rrof Shqipëria.